Pranoshishta është një tjetër fshat lunxiot që ka nisur të mpaket. Të rinjt janë larguar me kohën e emigracion. Tani në fshat jetojnë vetëm pleqt dhe ata që këmbëngulin të mos e braktisin fshatin e mbar. Në qendër mbahet ende rapi me burimin shekullor, ku dikur mblidheshin burrat e fshatit. Sikur të mos ishin fëmijët, fshati do të ishte krejt i heshtur. Shumë njerëz janë larguar nga këto anë, por një gjë ka mbetur e pandryshuar: mikpritja. Një kthim në shtëpinë e gjaqendros është thuajse i detyrueshëm. Histori të vjetra dhe të reja shpalosen në oborrin e lulëzuar. Jemi në një tjetër fshat lunxiot, në Saraqinisht. Ndryshe nga Krina, banorët këtu kanë qenë të pavarur nga bilerët, ndaj edhe thonë me krenari se shtëpitë e tyre kanë qenë me disa kate, jo si ato të ultat e çiftçinjve. Xheku, miku ynë, ka vendosur të na shoqërojë deri në fund të udhëtimit. Do të vinë në shtëpi. Do të vinë këtu. Largimi i banorëve u hapi udhë vlehëve, dikur nomad, që të nguliteshin këtu. Njëra prej tyre është Tetopoli. Ajo ende nuk e flet mirë shqipen, por gjuha e mirësisë qenë ka universale. Poli! Poli! Je Poli e Saraqinishtës? Ne, unë jam për Saraqinishtës, unë. E gjeni mirë juve? Mirë, si jetë? Lodhe? Si gërja po ime? Ma leko, kava ime. Në kostra, punoj të tërë. Në baqën? Në baqë punoj të tërë, bëj të tërë ashtu, patxane, domate, piperka, pasule, po puna të gjallë, të ban gjallë. Të ban gjallë. Niko Boga është një nga ata lunxiot që ka jetuar pjesën më të madhe të jetës së tij ndër qytete. Tani, në pension, është rikthyer në shtëpinë e tij të vjetër. Kjo është ndër më të vjetrat e krejt zonës dhe Niko e ruan me fanatizëm formën e saj të parë. Kazani i rakis është një gjë që nuk i mungon shtëpive lunxiote. Të mos e kesh atë, është njësoj si të kesh një dhomë më pak. Ku ja vojë zoti shtëpisa? O Niko, o zoti Niko. Ku je mor, ku je? Po dina mo, prite e kushërini, prit na mi, prit na shok. Sajti, Tanja. Pa tjetër mo. Si, unë kështë dhe një shpje bogaj. Sa do të shpërndarë në të gjithë vendin, apo në përbot, lunxiotët e këtyre anëve kanë ruajtur një traditë të fortë. Gjërat e përbashkëta rregullohen nga të gjithë. E tillë është edhe historia e kishës së Shënmërisë, e rindërtuar me kontributin e të gjithëve. Një histori të ngjashme ka edhe shkolla e parë.
Për këtë do të na flas Vaso Neti. Nuk e di ka pas apo s'ka pas shkollë në kohën e Turqisë. Gjishin me gjithë vëllain e tij që punonin në Istanbul, kishin biznes të tjerë, kupton? Mbasi mbaruan shtëpinë, 1879, gjikuan që të bënin një shkollë në fshat. Dhe të dërguan parat, kati Napoleon Flori. Dhurat për fshatin. Ja, me kusht që ndërtohet shkollë. Si e ka lënë testament? Dhe ka plaka të shkruar, Edhe ishte vjetër. testament. E kam plakën unë, plakë në Ermeni ka që madhe, e kam dhe përkëthim, 3 dhe ma poshtë, si për që e shkolla, klasa, me katedrë në fund. Tu e keni bërë shkollën në? Po, tu. Të gjithë. Kjo ideja e të ndihmuarit të fshatit dhe kur je larg, vazhdon edhe sot? Apo? Me thirrje. Për shembull, donim të bënim kruan edhe, që u prish. Bëm mbledhje, unë e kishim iniciator, bëm mbledhje në fshatit, të gjithë kupton, e hodhëm idenë, hodhëm me një, bëm një artikull në gazetë Lugjeria, caktohëm edhe ato kota, 30.000 lekë fshatarë dhe 30 euro emigrantë. Kroi i fshatit, vendi ku mblidheshin burrat qemoti, kishte nisur të bëhej një vend i pashfrytzueshëm. Çdo familje, larg apo afër, ka kontribuar për rindërtimin e tij. 30 euro ose 3.000 lek kanë dhënë shumë vet duke i dhënë këtë pamje që ka sot. Miq tan, krenohen me rilindjen e Kroit. Kanë të drejtë. Edhe më të rinjt janë duke ndjekur këtë traditë. Alex Mitrogode nuk e duronte dot pamjen e rrugës së prishur para lagjes së tij. Me kursimet e veta, erdhi dhe punoi vet do kohë derisa e pa që më në fund njerëzit e tij, prindrit, fqinjet, do të kalonin mbi një udhë si duhet. Në Saraqinisht, ende nuk kemi parë gjithçka. Vaso na ndalonte një hark i gurt i vjetër, i mbushur me gdhëndje që neve na duken të çuditshme. Vaso e ka shumë merak të ardhmen e këtij harku të harruar. Kjo portë është ndërtuar në vitin 1879. Ja, gjishet e mia ndonajt. Këtu ka shumë historira, po nuk i di gjitha, di gurin e Vallës së Burrave këtu që janë me kostume kombëtare. Dhe guri tjetër i grave me kostume lungjatje. Valle Lungjit. Valle Lungjit. Ka qenë monument kulture, nuk e di se pse është hequr. 1879, 120 vjet. S'ka ndryshuar dhe portat? Ja. Tani kjo do rregulluar çatia, do në një kthim drasën unë e kam, për të paktën të vinë muratorët ta kthejnë. Edhe këto kanë ato dhe portë një restaurim. Nëse duan që ta mbajnë më në kulturën, nëse pas salet bie. Nëse duan kulturën. Nëse duan. Gjërat antike të vjetra. Saraqinishtja është një fshat shumë besimtar. Mbase kjo i ka shpëtuar kishat e tij nga rrëmeti ateist. Në krah të varreve të fshatit, mbahet ende në këmbë kisha e Shën Kollit. Studiuesit thonë se është ndërtuar të paktën në vitin 1625. Kisha është e mbyllur, por na thonë se brenda saj gjenden afreske të shekullit të 18. Vetëm heshtja mbretëron rreth shtëpisë së Perëndis. Vetëm pak minuta në lindje të Saraqinishtës, lartësohet një shkëmb i vetmuar. Atje fshihen rrënojat e një manastiri të vjetër. Këtu zoti Atos do vemi të shikojmë manastirin e Stiles. Është komplet, shumë i vjetër, me historik, shumë të lashtë. Kemi shumë rrugë. Kemi do me thënë një 5 minuta në këmbë. Do me thënë një bje 20.
Që të shkojmë atje, bashkë me Xhekun na duhet të kalojmë një vijë uji që vendasit e quajnë Përroji i Madh. Tani manastiri ka qenë këtu. Ky është sheshi manastiri. Manastiri është brenda mureve, i shikon muret. Që janë rënohet e manastiri. Porta kryesore e manastirit ka qenë atje, i jena avli. E kupton apo? Andaj në mbrapa ishin dhomat e çdo krahine. Që bësh festa. Që bësh festa. Vini një javë para dhe bënin festën. Është muri rrethuski. Po është i dëmtuar. Manastiri brenda është tjetër. Ai është ka shumë piktura në mure, është shumë i vjetër. Ajo është shpellës. Jo është shpellës. Kisha. Kisha më poshtë, te kishëm këtu. Nga manastiri mbahet ende në këmbë kisha e Shënmërisë, e ndërtuar në shekullin e 17 nga të pasurit e Saraqinishtës. Është thuajse e njëkohshme me shënkollin e fshatit. Lartë, në shkëmbin e çuditshëm, vëmre një kishë tjetër. Edhe ajo i kushtohet shënkollit. Studiuesit thonë që është ndërtuar në vitin 1634. Që të ngjitesh atje nuk është një punë e lehtë. Vetëm Xheku merr guximin të ndez lart një qiri. Po ai është vendas, fat që nuk e kemi në të tjerët. Këtij udhëtimi duket se i ka ardhur fundi. Në kthim kujtohemi edhe një herë për atë hijen që na ka ndjekur kudo nga pas. Është Gjirokastra, qyteti që ka vigjiluar jetë e mot mbi këto anë. Javën e ardhshme, rrugëtim do të shkojë në Kastriot të Peshkopis. Nga ishte Skënderbeu, heroi kombëtar i shqiptarëve? Po, për Skënderbeun ku thonë ka për ardhin? Këtu thonë fjala, po përsin poshtë. Përsin e poshtë. Po, moshi të tretë thonë. Po, pra jemi në vendinjën e Skënderbeut. Po. Dëshmi historike, por edhe ato që ka njerëzit besojnë ende sot. Në ndiqni, të shtunën e ardhshme në Top Channel në orën 20:10.